çfarë po jeton SPAK në Vërnec? Dhe me thënë, zonja Lala, çfarë po ndodh me hetimet për çështjen e Zvërnecit? Ku janë të fokusuar hetimet e SPAK? Tani, duhet sqarojmë disa gjëra nëse do më lejosh në mënyrë kronologjike. Hetimi i SPAK-ut ka nisur më shumë se një vit e gjysmë më parë. Nuk është një hetim i nisur pas incidentit, sepse ka një keq interpretim. Shumë njerëz thonë që është ka nisur tani. Prandaj po e sqaroj sepse dua të jem shumë e qartë edhe duan t'i lidhin të dyja ngjarjet bashkë. Hetimi i SPAK-ut ka nisur një vit e gjysmë më parë, diku në vitin 2025, kur në atë kohë hetuesit kanë arritur të zbulojnë disa transakcione të dyshimta të shitblerjes së pronave në zonën e Zvërnecit, dhe janë zona më pas të përcaktuara sipas emërtimeve që kanë. Këto transakcione kanë vijuar edhe përgjatë muajve të parë të vitit 2026. Në thelb dhe në qendër të këtij hetimi është Artur Shehu, një shtetas shqiptar i cili familja e cilit u përplas ashpër me bandën e Zani Çaushit, ka pasur disa të vrarë në familje. Ai u largua, u iku nga Shqipëria dhe u vendos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zani Çaushi ishte i menjërt, ky ishte i djathtë. Po, kishin përplasje edhe politike, por edhe ju e dini grupet kriminale në atë kohë se bandat. Ishte politike më shumë se sa ishte një konflikt. Jo, kjo ka ndodhur në 99-ën. 99-ën. Janë përplasë në 99-ën atë. Vlora u polarizua dhe duhet ta themi këtë gjë. Polarizimi ishte majtas dhe djathtas dhe ne e dim se si gjërat shkuan. Pra Zani Çaushi në atë kohë thirrej për të shoqëruar dhe Romano Prodin. Dhe këtë duhet ja themi publikut se kjo është fakt. Dhe në këtë aspekt, një lloj legitimiteti që i jepej. Dhe duke patur këtë lloj pushteti, ai më pas, duke kontrolluar gjithë zonën, filloi të asgjësonte gjithë ato emra të cilët dikë për inat e dikë tjetër për përplasje, pra kishte një sër motivesh. Megjithatë, Artur Shehu u largua nga Shqipëria, ka qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dyshohet të jetë një ndër personazhet më të rëndësishëm të narkotrafikut, pavarësisht se nuk ka një vendim gjyqësor, por në Shqipëri e lidh një skemë masive e tetërsimit të pronave. Dhe kjo histori është një histori e cila ka nisur në gjenezën e vet me falsifikimin e një dokumenti të nxjerrë nga arkivi të viteve 30, kur edhe përkthyesja që ka bërë përkthimin e ka përkthyer, pra është falsifikuar përkthimi, duke e njohur familjen Shehu pronare në një zonë që në fakt sipas hetimeve nuk i takon, sepse ata vërtet familja Shehu zotron prona në zonën e Kaninës e tjera me radhë, po jo në zonën ku është vendosur dhe që ka aktualisht të gjithë pronën dhe që më pas pritet ose do ndërtohet investimi se tani mbetet për të parë si do shkoj pas protestave. Jo, mbetet për të parë, se unë nuk di ta them, s'unë ta paregjykoj. Tani çfarë ndodh? Artur Shehu e kryen këtë skemë tetërsimi sipas SPAK të dyshuar të tetërsimit të pronave me ndihmën e ish avokatit familjes dhe me disa persona të besuar. Dhe arrin të marrin këto prona, t'i regjistrojnë. Dhe duhet kemi parasysh që në finale fare, pronën Artur Shehu, pra familja Shehu e ka marrë me vendim të gjykatës së apelit të Tiranës. Por ky vendim i gjykatës së apelit të Tiranës është rrëzuar nga gjykata e lartë, çka do thotë që regjistrimi nuk mund të konsiderohet i qëndësishëm sepse u kthye gjithë situata në gjendjen e mëparshme. Dhe aty tani është bërë një përplasje e fortë interesash, sepse pretendojnë disa familje të tjera që këtë pronë e zotrojnë ata, dikush pretendon me AMTP, dikush pretendon me vendim të Agjencisë Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, pra me vendim si qepe dikur, se aty ka një sër mënyrash për ta fituar pronën. Me vendim të Kthimit të Kompensimit të Pronave, me AMTP, që për mua AMTP është problematike, po gjithsesi, me vendim gjyqësor e tjera me radhë. Dhe çfarë ndodh? Në gjithë këtë gjë është që Artur Shehu, pasi arritim, u mor me gjithë procesin e regjistrimit, dhe që unë mendoj kjo ka ndodhur për shkak të presionit që është ushtruar mbi kadastrin e Vlorës. Duhet kemi parasysh që gjatë kohës që është regjistruar kjo pronë dhe disa prona të tjera në zonën e jugut, janë larguar, nëse ju kujtohet, të paktën 8 drejtorë të kadastrës. Po, njëri pas tjetrit janë larguar njëri pas tjetrit, dhe kadastra e Vlorës doli jashtë funksioni. Tani, a mund se duhet ndalim pak këtu, dhe këtë duhet na thot hetimi SPAK-ut, a mundet do të hetohet Artur Shehu pa patur nën hetim edhe të gjithë zyrtarët e kadastrës apo të institucioneve shtetërore që kanë bërë të mundur një masakër të tillë? Unë mendoj që ky hetim sigurisht ka në qendër Artur Shehun, personazh kontrovers, i cili e pranoi më në fund të qenë në Aruba, në atë përgjimin e famshëm që... Po ndërkohë ka një problem. Një miku im konfirmon mua, ish deputetën, që ai është një pronar i rëndësishëm aty. Ja shpjegova mikut tuaj deputet, sapo ja shpjegova.
në pjesën që pretendohet që është marrë, Fole me te. pjesë e cila... Jo nuk fole me, po ja shpjegoj tani. Atëherë, familja Shehu është pronare, por jo në atë zonë si pas jetimeve deri tanishme. Sepse Plum Petritaj është... Pra, nuk është aty, është pronar të aty, po... Po jo në atë zonë, thonë hetimet. Qertë. E kupton, është bërë zhvendosje. E para, është falsifikuar dokumenti nga Osmanishtja. Këtë thot hetimi, ka vendim gjyqësor për Plum Petritajn. Zoti Rakipi, në datën 29 maj, vetëm një ditë përpara asaj çfarë ndodhi në Zvërnec, prokuroria posaçme bllokoi llogarit e 2 vëllezërve miliarder nga Katari. Dakord? I bllokoi sepse nuk donin që këto para të shkonin tek Artur Shehu. Artur Shehu nuk ka kaloi direkt vëllezërve nga Katari. Ja kaloi një kompani ndërmjetëse që administrator kryesor i cilës është Redistruga, një biznesmen që del në disa afera korruptive. Në momentin që shkuan te kjo kompani, ai kaloi për llogarit të vëllezërve nga Katari, që janë siriano-katares. Ata sirianë në fakt. Po, por janë me pasaport. Po, janë me pasaport të Katarit. Dhe sigurisht ata të paktën në transakcionin... Amnistuar tani dhe nga Shtetet e Bashkuara? Po, por në transakcionin që kanë bërë, është transakcioni rregullt. Ama spaku donte të parandalonte tjetërsimin e gjithë gjës pra të pronës. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që është bërë ngrirja, në datën 30 ka ndodhur incidenti i tmerrshëm në Zvërnec dhe në datën 31 gjykata e posaçme ka firmosur një tjetër vendim për kontrollin e disa zyrave zyrave avokatie, e para, e dyta është ushtruar kontroll te avokati, është ushtruar kontroll tek familjarët Plum Petriti dhe familjarët e tij, është ushtruar kontroll tek Redistruga, është ushtruar kontroll po ashtu tek noterja. Pra është një çështje e cila në thelb duket në pamje të parë sikur është e lokalizuar dhe e vogël, por në thelb, nëse do të hetohet deri në fund, aty mendoj që do dalin personazhe shumë të rëndësishëm, si në biznes, si në drejtësi, si në institucione, sa Artur Shehu nuk e ka vendosur firmën në vend të drejtorit kadastrës. Pra është dikush aty që ka hedhur atë firmën, apo jo? Edhe fakti që aty ikën shumë drejtorë. Fakti që kanë ikur shumë drejtor, tregon që aty është bërë presion. Dhe duhet ta themi këtë gjë, jo vetëm për llogarit të kësaj prone. Dhe çështja tjetër është, tani unë nuk e di se çfarë do të ndodh me projektin, por jemi në... Po a e cënojnë hetimet investimin? Tani, Këto hetime që ka spak. Tani, unë nuk e di çfarë qëndrimi do të mbajnë investitorët, sepse zoti Rama fillimisht ta nuk ka leje, ndërkohë që leja ekziston dhe është i komplikuar. U tha u blokuan paratë. Po, pra po. Atëherë, unë nuk ju e shpjeguat si atë para janë blokuar? Në një përgjigje që kishte dhënë AZT-ja sot për MCN-n, kishte thënë që projekti është, investitori është tërhequr nga projekti. Ishte zyrtare nga AZT. Investitori kush në? Zvërneci, kompania që do investonte, se mbajta më në emrin. Ta dy... Jo, Zvërneci South Adriatic Development. Po, është kompania që investitore. Si pas AZT-s është... Vetëm të fjalë ligjëvarit dhe mbylla. E di kush është problemi më i madh në këtë histori? Sigurisht që Shqipëria duhet të jetë një vend që thithë investimet huaja, sepse investimet huaja mund të vlejnë dhe sigurisht sjellin zhvillim në vend. Por përpara se sa ne të diskutojmë për çështjen ikën apo jo ato 4 miliardët, të cilat ne nuk i dim kush do të investonte, se nuk kemi një projekt, nuk kemi një vlerësim e tjera me radhë, atëherë ne duhet të ndalemi pak te një problem që është shumë thelbësor. Çështja e tjetërsimit të pronave. Nëse nuk zihet historia e tjetërsimit të pronave, e mbani mend atë Fahat Mitri se ne kemi bërë emision në këtë studio, që u dhunua, nëse u kujtohet, dhe u largua nga Shqipëria biznesmeni në autos. Po pra po. Dhe u largua biznesmeni libanez u largua përfundimisht nga Shqipëria. A mund të ketë biznesmen të huaj që të ofrohet për të investuar kur Shqipëria ka një problematik shumë të madhe me çështjen e tjetërsimit të pronave? Pra qeveria shqiptare në vend që të akuzojë dhe zoti Rama të akuzojë qytetarët se janë agent grek, ku diun serb, iranian e tjerë me radhë, mendoj që duhet ta kthej pak, të vështroj veten pas hyrë dhe të shikoj, jemi në 2026, si ka mundësi që kemi kaq shumë problematika me pronat? Sepse nuk është vetëm çështje drejtësisë, zoti Rakipi. Kjo është një çështje. Dhe janë qëllimisht në këtë gjendje pasive që të bëjnë më të fortët. Dhe unë nuk mendoj që pavarësisht hetimit të SPAK dhe pavarësisht si do shkojë kjo histori, unë nuk mendoj që ai investimi do pengohet, ë? Unë nuk e mendoj. Edhe nuk është askush kundër investimit. Është për investim qëndrueshëm, për turizëm qëndrueshëm, mbrojtjet mjedisit, pra një zhvillim që i vlen realisht qytetarëve shqiptar. Në këtë frym duhet ta diskutojmë. Apo trajtohet ky hetim si prioritar nga SPAK? Ish më prioritari për duke patur parasysh dhe vëmendjen e shtuar të publikut. Më prioritari ai është. Kush prokurore heton këtë çështje? Nuk është prioritar sot, zoti Rakipi. Këtë duhet të ndajmë.
për shkak se pas këtij projekti ishte shfaqur dhëndri i presidentit amerikan, kërkoj shumë S'ka gjë. ka qenë prioritar, por ky është nga ato hetime që nëse nuk do të ishte bërë ngrirja e llogarive të vëllezërve nga Katari dhe nëse nuk do të ishin bërë ato kontrollet që sigurisht kur doli policia nuk dilte dhe kjo. në rrugë, ky hetim nuk kishte për të marrë vesh. Kush prokuror e ton? Janë dy prokuror, është zonja Elida Kaçkini dhe Altin Dumani, që po e heton. Altin Dumani dhe që kanë marrë në informacionet që kam arritur të siguroj, bashkë me Gjevahirin, me qënë si jemi marrë ditët e fundit, pra që pasi ndodhi ngjarja në Zvërnet, sepse aty e kemi mësuar që kishte një hetim, kanë marrë edhe dokumenta jashtë vendit dhe kanë marrë një dosje dhe nga autoritetet e huaja. Se çfarë përmban ajo dosje? Unë s'kemi një gjë të rëndësishme sepse i kemi kaluar gjitha limitet. Pregu se të ndërpreva. Jo, unë e kam parë atë pjesën e hetimeve që në fakt do doja të shija është për pronën e personit vrarë në Tiranë vitin e shkuar. Edhe ai kishte 95 hektare, jo, por ende nuk ka dalë se 5000 metra.